Në ditën e të vdekurve, si çdo vit, besimtarët katolik u drejtuan në varrezat e Rrmajt për t'u lutur për shpirtat e atyre që nuk jetojnë më. Për të gjithë të pranishmit në kapelen e varrezave të Rrmajt u mbajt edhe një meshë për shpirtje për ata që nuk jetojnë. Në fjalën e tij gjatë mishës së shenjtë, argjipeshkvi Zot Giovanni Peragjine u ndal tek ripërtëritja e besimit dhe kujtimi ndaj atyre që nuk jetojnë më. Është një vend eshtjeje dhe kujtese, por njëkohësisht është edhe një vend shprese. Çdo varr, çdo emër i gdhendur tregon një jetë që ka dashur, tregon një jetë që ka vuajtur dhe edhe që ka besuar. Duke kremtuar këtë meshë në këtë vend, jemi të ftuar të ripërtërisim besimin ton në ringjallje dhe në jetën e pasosur. Duke kremtuar këtë meshë sonte këtu, jemi të ftuar të ripërtërisim besimin ton që vdekja nuk ka fjalën e fundit. Dhe varret që janë këtu nuk janë shenjat e humbjes, por porta të hapura drejt jetës sa mshuar. Për besimtarët katolik, kjo ditë është mjaft e rëndësishme dhe paraprihet edhe nga vajtja në varreza, pastrimi e sistemimi i tyre, vendosja e luleve, qërinjve dhe lutjeve, përmbyllin këtë ditë përkujtimore për të vdekurit.